Kjo deponi ndodhet në fshatin Debresht të komunës së Dollnenit. Është këtu për gati 11 vite dhe thuajse gjithë kohës ka tym dhe zjarr. Sikur të mos mjaftonte kjo, deponia është rreth rrugës rajonale që lidh Dollnenin me Prilepin dhe Makedonski Brodin. Çdo kalimtar e ndjen aromën e keqe të mos flasim për banorët e fshatit Debresht. Kjo deponi që po shihni prapa meje ndodhet në fshatin Debresht. Kjo deponi është afër ose pikërisht në rrugën regionale e cila lidh Makedonski Brodin me Prilepin dhe Kërçovën. Kjo deponi është këtu prej vitesh. Banorët janë ankuar disa herë, por kanë hasur në vesh të shurdhër. Kryetari i komunës së Dollnenit, Blerim Islami, tha se janë duke u munduar të gjejnë zgjidhje afatgjate për këtë deponi. Kjo deponi ekziston që në vitin 2015. Jemi duke marrë hapa konkret që të dislokohet nga i vend sepse dëmton banorët e kësaj komune. Ne jemi në pritje të ndërtimit të deponisë rajonale në Novaci të Manastirit, e cila do të jetë një zgjidhje e përhershme e problemit me mbeturinat, ndërsa pika e ngarkimit shkarkimit do të jetë në Prilep. Shpresoj se kjo deponi rajonale, ku bëjnë pjesë edhe komuna të tjera, të përfundoj sa më shpejt dhe të japin fund katastrofës ekologjike me mbeturinat. Deponia regionale në Novaci të Manastirit pritet të jetë gati në vitin 2029, ndërsa deri atëherë u mbetet komunave të menaxhojnë me mbeturinat me zgjidhje të përkohshme.